Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure At-Tariq, zbritur në Mekë, ajete 17. Përmbajtja e surës At-Tariq. Çështjet që trajton kjo sure përgjithsisht rrotullohen në dy boshte: 1. Boshti i ringjalljes, 2. Boshti i Kuranit të shenjtë, vlerat dhe rëndësia e tij. Surja fillon me betimet që të bëjnë të mendosh, flet për ekzistencën e kujdestarëve dhe mbrojtësve hyjnor të njerëzve, më pas për të vërtetuar ekzistencën e ringjalljes, flet për jetën e njeriut si dhe për krijimin e tij nga lëngu që del ndërmjet shtyllës kurizore dhe brinjëve të mashkullit. Mëtej, duke bërë një përmbledhje për gjithsa u tha, nxjerr përfundimin se Allahu që ka fuqi të krijojë një qenie njerëzore nga lëngu që del ndërmjet shtyllës kurizore dhe brinjëve të mashkullit, sperma, e cila është e pavlerë, gjithashtu ka fuqi të ringjall atë njeri përsëri. Në fund të kësaj sureje flitet për disa cilësi të ditës së ringjalljes, mëtej pasi citon betime të ndryshme, rikujton edhe një herë tjetër rëndësinë e Kuranit të shenjtë, surja mbyllet me kërcënimin që u bën jo besimtarëve për dënimin që do të marrin nga vetë Allahu. Mirësitë e leximit të surës At-Tariq. Përsa i përket mirësive të leximit të kësaj sureje, përmendim një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ku çdo që e lexon këtë sure, Allahu i jep shpërblimin 10 herë me sasinë e çdo ylli që ndodhet në qiell. Në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: çdo kush që në namazet e detyruara lexon surën Was-Samai Wat-Tariq, në ditën e Kiametit do të ketë pozitë të madhe pranë Allahut, në xhenet do të jetë prej shokëve dhe miqve të profetëve, paqja e Zotit qoftë mbi ta. Por duhet patur kujdes se leximi i surës duhet të jetë në përputhje me veprën dhe jo lexim i thjeshtë. Ajetet nga 1 deri te ajeti 10. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmu ath-thaqib. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, për qiellin dhe për vizitorin e natës, e kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është vizitori i natës? Ai është ylli që shpon terrin, për çdo njeri ka mbikëqyrës. Le të meditoj njeriu se prej çfarë është krijuar. Është krijuar prej një lëngu që hidhet, e që del ndërmjet shtyllës kurizore dhe brinjëve. Me të vërtetë ai është i fuqishëm për ta kthyer në jetë atë. Ditën kur do të zbulohen të fshehtat, kur njeriu nuk do të ketë as fuqi, as ndihmës. Komentimi. O njeri, shiko dhe mendo se nga se je krijuar. Edhe kjo sure, si shumë prej sureve të xhuzit të fundit të Kuranit të shenjtë, nis me betime të bukura që e vendosin mendjen e njeriut në punë. Këto betime janë parathënie dhe filesë për shpjegimin e një të vërtetë të madhe. Për qiellin dhe për vizitorin e natës, e kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është vizitori i natës? Ai është ylli që shpon terrin. Fjala At-Tariq vjen nga rrënja at-tarku dhe ka kuptimin trokitje. Për këtë shkak, arabët edhe rrugën e kanë quajtur at-tariq, sepse gjatë ecjes këmbët lëshojnë një melodi, pra trokasin. Fjala el-matrakatu ka kuptimin e çekiçit që e përdorim për të goditur hekurin, çelikun si dhe përbërës të tjerë të këtij lloji. Gjithashtu është quajtur at-tariq edhe për shkak se në mbrëmje kur dyert mbyllen dhe dikush do të hyjë brenda, është i detyruar të trokas në derë. Si rrjedhim edhe personat që hyjnë brenda në mbrëmje quhen at-tariq. Ali ibn Abu Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, thot për munafikun Eshath ibn Qais: kur ai erdhi pranë meje, me vete kishte sjell ëmbëlsirë për të më korruptuar. Ai mendonte se me këtë veprim do të tërhiqte vëmendjen time, që gjatë gjykimit të mbaja anën e tij dhe ta mbroja atë. Më e çuditshme se kaq është ngjarja e personit kur trokiti natën në shtëpi dhe kërkoi të hynte brenda. Në dorë mbante një enë të mbushur plot me hallv. Vet Kurani në këtë rast fjalën e Tariq e komenton duke thënë se ky mik i natës është ylli i shëndritshëm që shfaqet në qiell. Ai është aq i lartë sa që duket sikur do ta shpojë tavanin e qiellit. Drita e tij është kaq mirëbërëse sa që e thyen errësirën dhe ndikon në brendësinë e syve të njerëzve. Vini re, fjala e thaqib vjen nga rrënja thaqib
dhe ka kuptimin bëj vrim, ndërsa përsa i përket emrit të planetit që ndriçon, komentuesit kanë mendime të ndryshme. Disa janë të mendimit se planeti ndriçues është Plejada, Thureja për shkak të lartësisë dhe të largësisë në qiell, ose Saturni, ose Venusi, ose meteorët. Ky mendim vjen për shkak të largësisë dhe lartësisë që ka ky planet në qiell. Disa të tjerë mendojnë për planetin Saturn, Afrodita ose për meteor. Këto planete janë përmendur për shkak të ndriçimit të tyre, ose mund të bëhet fjalë për të gjitha planetet në qiell. Por duke parë dhe duke u përmbajtur tekstit që vjen më poshtë, shikojmë se planeti është emëruar me emrin Nejmuth-Thaqib, ylli depërtues. Në këtë rast bëhet e qartë se nuk bëhet fjalë për cilin do yll, por për një yll që shëndrin, që drita e tij çan perdet e errësirës dhe në sy të njerëzve ka ndikim. Në disa transmetime është thënë se Nejmuth-Thaqib është planeti Saturnit, sepse Saturni e ka perëndimin në qiellin e 7 dhe drita e tij çan qiejt dhe arin në qiellin e fundit, ndaj edhe Allahu atë e ka quajtur Nejmuth-Thaqib. Këtë kuptime kemi përputhur me një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Dikush e pyeti Imam Sadikun, paqja e Zotit qoftë mbi të, se cili është kuptimi i fjalës Thaqib në ajetin kuranor En-Nejmuth-Thaqib. Imami ju përgjigj, bëhet fjalë për planetin Saturn. Ky planet është i gjatë deri në qiellin e 7, drita e tij i çan qiej, duke arritur deri në qiellin e fundit, ndaj edhe Zoti e ka quajtur me këtë emër Nejmuth-Thaqib. Saturni është planeti i fundit dhe më i largët i sistemit diellor që shikohet me teleskop, sipas për llogaritjes orbitës së hënës dhe për shkak të renditjes së tij në sistemin diellor, është i vendosur në orbitën e 7, ndaj edhe Imami, paqja e Zotit qoftë mbi të, në këtë hadith orbitën e tij e ka përllogaritur të 7-in. Ky planet ka cilësi aq të vlefshme sa Zoti betohet për të. Nga ana tjetër, edhe pse është planeti më i largët, mund të shikohet në sistemin diellor. Për këtë arsye, në gramatikën arabe çdo gjë të lartë e krahasojnë me planetin Saturn. Për këtë arsye ky planet është quajtur edhe Sheikhun Nujum. Planeti i Saturnit, që në gjuhën perse quhet Keivan, është i përbërë nga rrath të ndryshëm të shëndritshëm. Këta rrath e përfshin atë edhe pse ai është i përbërë gjithashtu edhe prej 8 rrathësh të tjerë. Rrathet e shëndritshëm të Saturnit që e kanë rrethuar atë janë ndër dukuritë më të çuditshme të qiellit. Shkencëtarët e planeteve për këtë rast kanë dhënë mendime të ndryshme, sepse këto dukuri akoma konsiderohen misterioze. Disa shkencëtarë janë të mendimit se planeti Saturn ka 10 rrath, ku 8 prej tyre mund të shikohen me teleskop të zakonshëm, kurse 2 prej tyre mund të shikohen me teleskop profesional. Këto fakte nuk kanë qenë të qarta për asnjë njeri në kohën kur ka zbritur Kurani. Më pas, me kalimin e shumë shekujve, janë zbuluar dhe janë vërtetuar ato çka ka cituar Kurani i shenjtë. Por sido që të jetë, ka mundësi që qëllimi i përdorimit të fjalës En-Nejmuth-Thaqib mund të jetë për të shpjeguar një kriter të qartë i cili nuk kundërshtohet, si dhe të tregoj yje të tjerë të lartë dhe ndriçues të qiellit. Në transmetimet tona ka shumë komentime që kanë ardhur për këtë çështje, po përmendim disa prej tyre. Në ajetin 10 të surës As-Safat lexojmë: djajt nuk përgjojnë dot, veç atij që grabit diçka e që e ndjek një yll verbues. Në këtë ajet fjala Esh-Shahab është përshkruese e fjalës Thaqib. Ndonë se ylli verbues është nga krijimet e çuditshme qiellore të kësaj bote, mundet që edhe njëri prej komentimeve të ajetit të ketë diskutime për këtë rast të cituar. Shkaqet e zbritjes së këtij ajeti në disa prej librave të komentimit janë miratuar. Le të shikojmë se përse janë këto betime. Në ajetin e mëposhtëm thot: për çdo njeri ka mbikëqyrës që i regjistron dhe i ruan veprat për ditën e llogarisë. Në ajetet 10, 11, 12 të surës El-Infitar lexojmë: ndonë se mbi ju ka rojtar që ju vëzhgojnë, shënues të nderuar që din gjithçka që bëni. Në këtë mënyrë ju nuk jeni kurrë vetëm. Kushdo qofshi, kudo qofshi, jeni nën kujdestarinë e engjëjve, hyjnor dhe të kujtestarëve të krijuesit. Kjo është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme për edukimin dhe korrigjimin e njerëzit. Por çka është e rëndësishme në këtë rast e që nuk është shpjeguar është fjala se cili është ky mbikëqyrës. Çfarë çështjesh mbikëqyr dhe ruan ai? Këtë çështje e qartësojnë dhe sqarojnë fare mirë ajetet në vijim. Ajetet dëshmojnë se mbrojtësit janë engjëjt dhe ajo çka ata ruajnë janë veprat dhe punët e njerëzit. Gjithashtu është dhënë edhe një tjetër shpjegim se bëhet fjalë për ruajtjen e njerëzit nga ngjarjet dhe fatkeqësitë e papritura. Është e vërtetë se nëse nuk do të ishte kujdesi hyjnor, shumë pak njerëz do të vdisnin në mënyrë të natyrshme, sepse përmasat e ndodhive dhe ngjarjeve aksidentale janë kaq shumë të
të mëdha sa që asnjë njeri nuk mund të dalë shëndoshe mirë prej tyre, veçanërisht fëmijët e vegjël. Ky ajet mund të ketë për qëllim edhe ruajtjen e njeriut nga vezveset e shejtanit, sepse nëse nuk do të ishte mbrojtja hyjnore, vezveset e shejtanit, gjindëve dhe njerëzve do të ishin kaq shumë të përhapura dhe të mëdha sa që asnjë njeri nuk mund të shpëtonte i gjallë, por duke ditur se ajetet që vinë më poshtë flasin për çështjen e ringjalljes dhe dhënien e llogarisë për veprat që njeriu kryen, atëherë del në pas se komentimi i parë është më i përshtatshëm, edhe pse përmbledhja e tre tefsireve për sa i përket ajetit në fjalë nuk duket i paarritshëm. Është e çuditshme se midis betimeve të cituara më parë ka një lidhje të prekshme dhe të gjallë me çështjen e kujdesit të engjëjve ndaj veprave të njeriut, e cila përllogaritet si përgjigje e betimit, sepse qielli i lartë dhe yjet që ecin në rrugën e tyre janë argumente për ekzistencën e një rregulli dhe dhënies së llogarisë në këtë botë të madhe. Ndaj si mund të jetë e mundur që veprat e njeriut të jenë pa gjykim dhe pa kujdestar hyjnor? Më pas, për të argumentuar për ata që e konsiderojnë të pamundur çështjen e ringjalljes, thotë: le të meditoj njeriu se prej çfarë është krijuar. Me këtë fjali Allahu u thot njerëzve se Kurani dhe mesazhi i tij ka arritur te ju, pra ai është në duart tuaja, nuk ka mënyrë më të bukur se kjo për t'i kujtuar njeriut nga se është krijuar. Allahu i madhëruar me një fjali i pyet njerëzit se si është krijimi juaj. Allahu i përgjigjet vetë kësaj pyetje, e pa pritur përgjigjen e njerëzve duke thënë është krijuar prej një lëngu që hidhet. Në këtë rast shpjegon se termi ujë i hedhur është sperma. Mëtej ajeti shpjegon se ky lëng del nga shtylla kurizore dhe brinjët e mashkullit, e që del ndërmjet shtyllës kurizore dhe brinjëve. Fjala es-sulb ka kuptimin shtyllë kurizore, ndërsa fjala et-taraib është shumë si fjalës teribe, që sipas njohësve të fjalorit bëhet fjalë për brinjët e sipërme. Në të njëjtën kohë, për kuptimin e kësaj fjale janë dhënë kuptime të ndryshme, duke e konsideruar si pjesë të parme të trupit të njeriut. Gjithashtu fjala et-taraib ka kuptimin e duarve, këmbëve dhe syve ose një pjesë e kraharorit ku përfshihen 4 brinjët e krahut të majtë dhe të djathtë. Gjithsesi, përsa i përket faktit se ç'kuptim kanë fjalët sulb dhe taraib, në këtë ajet të nderuar ka shumë diskutime ndërmjet komentuesve, por për këto fjalë janë dhënë komentime të shumta, si për shembull, 1. Fjala sulb u referohet burrave, ndërsa fjala taraib u referohet grave. Struktura trupore e mashkullit tregon forcën fizike të tij, ndërsa struktura trupore e gruas tregon butësinë dhe hijeshinë e saj. Duke u bazuar në këtë, ajeti referohet përbërjes së spermës së njeriut, burrit dhe gruas, që në terminologjinë e sotme njihet si spermatozoid dhe ovola. 2. Fjala sulb i referohet shtyllës kurizore të burrit, ndërsa fjala teraib i referohet kraharorit dhe pjesës së përparme të trupit të tij. Ndaj dhe fjala sulb tregon spermën e burrit që është e vendosur në pjesët e brendshme të barkut dhe del nga organi gjenital i tij. 3. Disa janë të mendimit se bëhet fjalë për daljen e embrionit nga mitra e nënës, i cili është i vendosur midis pjesës së prapme të shtyllës kurizore dhe pjesës së parme të trupit të saj. 4. Komentues të tjerë janë të mendimit se ky ajet flet për një çështje shumë të rëndësishme shkencore që shkenca e ka qartësuar, ndërkohë që kur ka zbritur Kurani kjo gjë ishte e fshehtë për të gjithë. Shkencëtarët e embriologjisë e kanë qartësuar faktin që sperma merret me testikujt e burrit dhe që nëpërmjet aktit seksual shkon drejt vezëve të gruas. Studimet e shkencëtarëve të embrionit tregojnë se këto të dyja në fillim shfaqen embrion, kurin afër veshkave dhe përafërsisht përballë shtyllës kurizore, në krah të saj gjenden brinjët e prapme si dhe brinjët që qëndrojnë më poshtë kraharorit të njeriut. Më pas, me kalimin e kohës dhe zhvillimin e këtyre dy pjesëve, gradualisht zbresin poshtë dhe që të dy vendosen në pozicionin e mëparshëm. Vendi kryesor i tyre është midis shtyllës kurizore dhe brinjëve të kraharorit. Kurani i Shenjtë ka përzgjedhur këtë interpretim që në atë periudhë nuk ka qenë i qartë dhe i njohur për asnjë njeri, ndërkohë që shkenca e embriologjisë e ka qartësuar tashmë këtë çështje. 5. Komentues të tjerë janë të mendimit se nga kjo fjali kuptohet që sperma merret nga të gjitha pjesët e trupit të njeriut, ndaj edhe në kohën e daljes së saj ajo është e kombinuar me të gjithë forcën e trupit. Pas daljes së saj gjithë trupi dobësohet, për këtë shkak shtylla kurizore dhe brinjët e kraharorit i referohen të gjithë pjesës së prapme dhe të gjithë pjesës së parme të njeriut. 6. Komentues të tjerë janë të mendimit se shkak kryesor i shfaqjes së spermës është palca kurizore, e cila ndodhet prapa kurizit dhe më pas është zemra dhe mëlçia,
që njëra qëndron poshtë brinjve të kraharorit dhe tjetra qëndron në mesin e këtyre të dyve. Kjo dukuri është shkak i citimit të këtyre dy emrave sulb dhe taraib. Por përpara çdo gjëje duhet të kihet parasysh një çështje e rëndësishme për të zgjidhur problemin dhe ai është më lart u fol vetëm për spermën e burrit sepse termi më sipër me ndafik ujë kërcyes është cituar për spermën e burrit dhe jo për gruan. Por emri fjalës yakhruju rikthehet në ajetin më pas duke thënë se ky ujë kërcyes del në mesin e shtyllës kurrizore dhe brinjve të kraharorit. Të gjendur përpara këtij fakti përzierja e gruas në këtë çështje kuranore nuk duket e përshtatshme, por më e përshtatshme është fakti se Kurani i është referuar njërit prej dy pjesëve kryesore të spermës, e cila është e prekshme për të gjithë. Ndërsa qëllimi i përdorimit të fjalës sulb dhe taraib është të tregoj pjesën e prapme dhe të përparme të njeriut, sepse sperma që del nga buri është e vendosur midis këtyre të dyjave. Ky është një komentim i qartë, nuk është i përdredhur, është në një koordinim me atë çka u citua në librin e fjalorit. Në të njëjtën kohë, në këtë ajet mund të jetë fshehur një e vërtetë e rëndësishme që ne nuk kemi fuqi dijeje për ta kapur, ndoshta shkencëtarët më vonë do të mund të na sqarojnë edhe më qartë. Pas përshkrimit dhe marrjes së rezultatit, ajeti tjetër thotë se ai që e ka krijuar njeriu nga lëngu, sperma, është i aftë ta rikthejë përsëri në jetë. Me të vërtetë ai është i fuqishëm për ta kthyer në jetë atë. Njeriu në fillim ishte balt, më pas përgjatë stadeve është kthyer në formën e spermës dhe pas kalimit të stadeve të ndërlikuar dhe të habitshme është shndruar në një njerëz të përsosur, ndaj rikthimit i tij në jetë nuk është as pak problem. I ngjashëm me këtë shpjegim është edhe ajeti 5 i surës El Hajj, o njerëz, nëse ju dyshoni në ringjalljen, mendoni si ne ju kemi krijuar prej dheut, pastaj prej pikës së farës. Gjithashtu në ajetin 67 të surës Merjem lexojmë: a nuk e mban mend njeriu se ne e kemi krijuar atë kur ende nuk ishte asgjë. Në ajetin tjetër Allahu përshkruan atë ngjarje dhe ditë të madhe, ky rikthim do të ndodhë një ditë dhe në atë ditë do të dalin në shesh sekretet e fshehura, ditën kur do të zbulohen të fshehtat. Fjala tubla vjen nga rrënja el-balawa, që ka kuptimin provë dhe provim. Kur njihet me provimin e vërtetë të sendeve të jashtme, atëherë rrënja e saj në këtë rast ka kuptimin shfaqje. Fjala serair është shumë si fjalës seriretun, që ka kuptimin gjendje, cilësi dhe njete të brendshme dhe të fshehura. Në ditën kur gjithçka do të jetë e dukshme, yawmu buruz, dhe e shfaqur, yawmu dhuhur, sekretet e brendshme do të dalin në shesh, përfshirë ato të besimit, të mosbesimit, të mosmarrveshjes, nijetet e mira apo ato të këqija. Hipokrizia dhe sinqeriteti e të tjerë. Të gjitha këto për besimtarët janë treguesi krenarisë dhe më shumë se kaq janë treguesi mirësisë. Ndërsa për kriminalët, nga sa u tha më lart, do të jetë turpërim, ulje e dinjitetit, poshtërime të tjerë. Por sa gjë e dhimbshme është që njeriu të kalojë një jetë duke fshehur brenda vetes së tij të këqijat që mbar në mendje, duke u hequr para njerëzve si njeri i mirë me dinjitet e karakter e të tjerë. Por në atë ditë nuk do të ketë vlerë asgjë nga këto sa u tha, sepse të gjitha sekretet do të dalin në shesh. Ky turpërim ndonjëherë është më i hidhur dhe më i tmerrshëm se sa dhimbja që shkakton zjarri i xhehenemit. Në ajetin 41 të surës Ar-Rahman thuhet: në ditën e Kiametit mëkatarët do të dallohen nga fytyrat e tyre, keqbërësit do të njihen sipas shenjave dhe do të kapen për ballukesh dhe për këmbësh. Në një ajet tjetër thuhet: fytyrat e një grupi do të jenë të shëndritshme dhe të qarta, ndërsa fytyrat e një grupi tjetër do të jenë të vrentura dhe të mbuluara nga pluhuri. Ashtu si në mbrëmje shfaqen yjet në qiell duke dalë nga vendi ku janë fshehur, ashtu do të shfaqen edhe kujdestarët dhe ruajtësit e veprave të njeriut. Në një transmetim të Muadh ibn Xhebelit thuhet: e pyetëm të dërguarin e Allahut, paqja e bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, për komentimin e fjalës serair të përmendur në ajetin e mësipër. Pyetja ishte: çfarë fshihet te njerëzit që Allahu do t'i provojë ata në ahiret? I dërguari i Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij, tha: sekretet të fshehta tuaja janë veprat që kryeni, sikurse është namazi, agjërimi, zakati, abdesi, gusli i xhunubit dhe çfarëdo lloj vepre e pune e detyruar e juaja, sepse këto vepra janë të fshehta sekrete. Sepse njeriu mund të thotë që fala namazin ndërkohë që nuk e ka falur, mund të thotë po agjëroj ndërkohë që nuk po agjëron, mund të thotë kam abdes ndërkohë që nuk ka marr abdes. Por në atë ditë ka një problem të madh, sepse asnjë njeri nuk do të ketë as forca të brendshme e as të jashtme për t'i ndihmuar ata.
Kur njeriu nuk do të ketë as fuqi as ndihmës, nuk do të ketë forcë që të mbulojë të këqijat, pislëqet dhe nijetet e tyre, nuk do të ketë asnjë mik që ta mbrojnë atë nga dënimi i Allahut. Ky kuptim është përmendur në shumë ajete të tjera kuranore ku thuhet se në atë ditë nuk do të ketë as shok, as ndihmës, as shpenzim dhe as flijim, nuk do të ketë as rrugë për t'u larguar as rrugë për t'u kthyer nga xhungla e drejtësisë, e vetmja mënyrë shpëtimi është besimi dhe punët e mira, po burimi i shpëtimit është vetëm besimi.